Në 28 vjetorin e rënjes së tij heroike, të shtunën u nderua figura e dëshmorit dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Remzi Ademaj, komandant Petriti. Përfaqësues të institucioneve, shoqatave të dalë nga lufta, ish luftëtar të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, familjar dhe qytetar, fillimisht për homazhin në varrezat e dëshmorëve në Landovic, ndërsa më pas aktivitetet përkujtimore vazhduan të lapidari i tij në Nashec, në vendin ku komandant Petriti ra heroikisht më 15 gusht të vitit 1998. Bashkëluftëtari i tij Shukri Quni ndau kujtimet për luftimet e asajnate dhe momentet e fundit të komandant Petritit. Pozita edhe vendi ku ka qenë këtu, mos më pas qenë shkallësitë e Xhevat Berishës, asnjëri s'kishte mujt me shpëtu. Po komandanti ka qenë i ulur mbrapa në makinë. Edhe është pozita këtu, është një dud aty në vendin ku ishin kompozicionuar forcat milicisë serbe, edhe në anën e majtë nga Prizreni, kam fjallën për pozitën ka kemi hesna, po edhe në pozitën këne ka ona djathë, ka pas pikrisht edhe ku jemi këtu, se këtu ka qenë djerin atëku, edhe është gjujt, dhe me thonë spaku, po thëmë ka 3 anë është gjujt, po më së harrojmë këto se gjujtën e pare ka bo Xhevat Berisha. Si kemi shkel në asfalt, e kemi vrejt atëre makinën, po mendoj mjetet e policisë serbe, pozicionuara në anën ka Prizreni, edhe Xhevat Berisha me njëherë ka gjujt në drejtim tyre. Edhe ata i ka eliminu. Atër ku mu më ka thonë gaz, sa të mundesh për në fjalla se isha të vozit makinën, unë kam qenë të vozit makinën, edhe kemi thonë gaz, fakt, këmë thonë gaz sa ku mujt, ka rrit kjerit diku një 40-50 metra më largu prej asfaltit. Po ba jo që akon prej mrapa ku na kanë fillu me na sulmu, atëra e ka rrugë, edhe komandantin, edhe Sami është plagos, edhe unë. Kryetari i Prizrenit Shaqir Toti dhe kryetari i degës së organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s në Prizren, Isa Berisha, vlerësuan kontributin e Remzi Ademajt, duke cilësuar atë si një nga figurat emblematike të luftës së ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Është një ditë e rëndësishme sot, edhe kemi ardhur këtu për të nderuar dhe për të përkujtuar komandantin Remzi Ademajin, kontributin e tij, veprën e tij, edhe mendoj që është shumë e rëndësishme që pikërisht në këto ditë kur shtetësia e Kosovës pëson sulme nga pozicionet lloj-llojshme, të përkujtojmë ata persona të cilët më shumë të kanë dhënë kontribut që të kemi këtë shtetësi, të kemi këtë republikë, të kemi këto institucione. Prandaj kemi dalë në një numër të konsiderueshëm që për të përkujtuar jetën dhe veprën e komandantit Remzi Ademaj, edhe për të dhënë mesazhin se jemi këtu edhe për të mbrojtur Republikën, çfarëdo forma që do të ketë nevojë, sepse po them po ballafaqohet me një sulm brutal ku për momentin jemi pa institucione, jemi të paralizuar. Ne si organizatë e veteranëve në bashkëpunim me shoqatat dhe me bashkëpunim edhe me kryetarin e komunës dhe me veprimtar të komandantit Remzi Ademaj kemi ardhur të përkujtojmë veprën dhe sakrificën e këtij kolosit të madh të çështjes kombëtare, i cili me dekada luftoi, veproi deri në fillimin e jetës së tij. Kështu që neve na mbetën gjithmonë që si organizatë dhe shoqata i përkujtojmë këto vlera të luftës të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, t'i nderojmë, pasi që jemi, siç tha dhe kryetari, jemi duke ballafaqur me një padrejtësi të madhe që është duke u bërë. Vëllai i dëshmorit Hamit Ademaj falenderoi të pranishmit për nderimin e figurës së të vëllait, duke shprehur krenarim për kontributin e tij në shërbim të vendit. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, si shokut, miqt dhe shamirët, të cilët sot na vizituan varrezat e dëshmorëve, vendin e rëmjes dhe na kanë nderuar në pjesëmarrjen e tyre. Ne sot ndihemi po të njëjtë me emocione, me dhimbje dhe pavarësisht këtyre krenaria na jep forcë dhe na bën sot të qëndrojmë më stoik në rrugën që vazhdon.
Remzi Ademaj ishte i angazhuar në veprimtari për çështjen kombëtare edhe para luftës, ndërsa gjatë luftës së UÇK-s udhëhoqi njësitë e saj në rajonin e Prizrenit, duke marrë pjesë në disa prej betejave kundër forcave serbe. Më 14 gusht të vitit 1998, ai u thirr nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s në Kleçk, ku e mbrua komandanti i parë i zonës operative të Pashtrikut. Një ditë më pas, gjatë kthimit nga Kleçka, në një përballje të pabarabartë me forcat serbe në fshatin Ashec, Remzi Ademaj, komandant Petriti, ra heroikisht më 15 gusht të vitit 1998.